Allah I madhruar nuk na cek formën e tokës në mënyrë direkte dhe shumë të qartë kështu, por krejt ajetet koranore që flasin për tokën dhe planetet e tjera, jepen me kuptu se toka është rrëmbëllakët. Ndër ajetet më të qarta se toka është rrëmbëllakët është ajeti surës Zumar. Khalaqa as-samawati wal arda bil haqq yukawwiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Allahu ka krijuar qiellin dhe tokën bil haqq, me të drejtë. Allahu Azza wa Jall e sjell natën ditës dhe ditën natën. Tek ajet koranor, ulemat kanë thonë se Allah I madhruar e kanë gjasuar tokën, respektivisht natën dhe ditën, ndryshim natës dhe ditës, sikurse koka e njeriut e merr një pjesë një shall, këton e hjek, e çet tjetrën e hjek, ose këtë sjell, nuk ka mundësi më sjell rreth çka pa qenë rrëmbëllakt. Dhe është e ka përdorur shprehjen yukawwir, sjell. Andaj Ibn Hazmi e ulemat e tjerë, deri te Fakhruddin Razi dhe të tjerë kanë thonë se toka me konsensus të krejt ulemave islam është rrëmbëllakt. Kur themi rrëmbëllakët, mos shkojnë tash me thonë disa atje po është formë elipse. Mirë dhe rrëmbëllakt quhet ajo. E quhet rrëmbëllakt. Pra Kurani tregon që në 1500 vjet se toka është rrëmbëllakt. Toka është rrëmbëllakt. Sikurse dielli, sikurse hana, sikurse planetet e tjera. Toka është rrëmbëllakët dhe toka lëviz, sillet, këto janë ligjet e Zotit te bareke ve taala. Po.